Dita e Besim Fezës nis ndryshe. Ai kujdeset për pacient në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Skenderaj. Fillimisht fakultetin e kam regjistruar në 2009-2012, e kam përfundu, jam licencu, pastaj 5 vite dhe jam hin punë, nuk kam hin punë kërkon, dhe sa 2018 në rëdhokti dhe fillova punën në emergjencë, në Skenderaj. Presat nuk kam bënë kohër, por dashuria për profesionin dhe mbi gjitha, si që dim, pak vështirësinë me hinë punë kësu, sepse kërkesa është e madhe, punësimet janë vogla, andaj edhe shpresa nuk është humbë, sepse ka edhe tjerë që presin me vitet e tëra, ka edhe ndoshta 10 vite, 12 vite, 15 vite që presin për me hinë këtë punë, por ndeshti foti që erdhë rani edhe hina dhonën në punë, dhe kështë që vazhdoj që se pe 2018 dhe më që 8 vite jam në qendrën e emergjencës të Skenderajit. Po që këtu ndjenja më e mirë, që është hormone, kur ti i del zot një pacientin me ndihmu e më shpëtu jetën. Nuk ka më e mirë dhe më krenari kur ti i në gjendje me shpëtu një pacient. Një njëri që vje për ndonjë aksidenti, për ndonjë sulmi, për ndonjë fatkeqësi tjetër, shërbimi më i mirë që mundet me bëni njëri është në këtë jetë me posë hormon. E kjo punë hormone. Veç misioni të shenjtë si infermier, ai është gjithmonë aktiv dhe nuk qëndron duar kryq. Puna e dytë të cilën e baj është me profil metal që punoj që kam firmën. Fillova sepse zanotin që e ku morë për e i prindit, a e ku mbi 50 vite këtë profesion, se ka punu edhe në kodër Trepqes, në fabrikën e municionit këtu, tani ka pa hop lokalin e vetë, tani pa ta morën prej ti, edhe kështu që vazhdova me punu, nuk i në ndollë të punu, sepse kërkuhet normal, do të me bojt familjen, edhe vazhdojmë, kështu që edhe fakultetin anejna tani studjesha, edhe punesha, dhe më thonë edhe studjesha gjatë studimeve kur kom punu edhe në punën time të dytën, e financesha vetën, normal edhe prindi ka ndimu, kështu që ja kem dalë dyqysh, tashti jam me 2 profesionet ndryshme, si kënej hormonës se anejna të 2 jatë munduna me përthëku në mënyrën më të mirën, sidomos këta që kom primarën, kjo është e jamja e mira. Nuk u konë letë, ka desht mund, ka desht sakrificë, u duft shumë e punu, u duft shumë, kam du në ashtavish me ka 2-3 orë gjumë këm najtë. Dhe më thonë, sfide modhe, po me ndimin e Zotit edhe me punë arrijë çdo gjë. Kështu që vetëm puna të arrin sukseset, për ndryshe, pa punë s'ka. Pas orarit të punës, ai kthehet një profesioni tjetër, atij të salduesit. Janë 2 puna që dallojnë se dita me natë. Kështu që këtu kur të vina fokusohu në këto, edhe të punat e cilën e baj për momentin tash këtu, ndërsa kur jam në spital, jam 100% i fokusuar në spital. Prandaj këto 2 dallimet që i bojmë janë sepse nëse është nevoja, prap me kërku ndihmë atje, këtu e lëm edhe shkoj në spital, në varg për gjendjes. Ka ndodhur se deri 2-3 se ku po familjen veç. Sepse vetëm më duhet me ndru teshat se ka li puna që ashtu,
ku posë shumë angazhime, ne shumë angazhime kënena edhe vetëm i ndrysha uniformen në atë aspektin kam duhet që shumë që akon punë, s'kom mujtë më të ku, fëmija në koncerte, atëherë veç ku duhet më ndru më pastru edhe më ardhë në spital, kështë që për edhe arsye dhe s'kom mujtë më të ku në ashtë 2-3 ditë. Me të vërtet, jem shumë falenderus për gjithë klientëve, të cilët shumë më besojnë edhe më kuptojnë. Edhe çdo herë kur ja kryeni shërbim, edhe din që po punojnë në emergjencë ose ka rastis, më po ka thonë duket ti edhe në emergjencë punon, thash po, tha bravo të kur, tha si sot në dy puna. Kështu që janë dy kënaqur sepse edhe me të vërtet punën e bëjmë, po pa kohë pak marakli nuk mundesh me po punën mirë. Kështu që duhet me desh punën, atëherë me dol puna mirë.